Këta kërkojnë të prishin dhe Jordanin, të cilën e kam futur në fakt në sqetull, dhe duan që të largojnë një pjesë të madhe të njerëzve nga këto territore dhe t'ja kalojnë në Evropës, duke qenë që dhe Evropën e kanë mundur në luftën e dytë botërore, pasi Izraeli është një shtet që i shërben City of London, që është qendra dhe truri i shtetit Britanisë së Madhe, i cili ka dy komponente të fuqishme, ka komponenten politike që udhëhiqet nga kreu i shtetit, që është familja Windsor, familja mbretërore britanike, kurora britanike, dhe më përpara janë quajtur Saxe-Coburg, sepse kanë origjinë gjermanike, dhe më vonë që të mos kishin këtë tingëllim me emër gjermanik, ata e kthyen në një emër britanik dhe vunë familja Windsor. Dhe krau tjetër i Shqiponjës, ose koka tjetër e Shqiponjës, City of London, është krau financiar, i drejtuar nga bankierët, kryesisht bankierët Qifut, por jo vetëm Qifut, dhe tek të gjithë bankierët Qifut apo jo Qifut, pikat familja e madhe Rothschild. Dhe krijimi i shtetit të Izraelit është një nder, nëse mund ta shprehim kështu, që ja bëri familjes Rothschild, familja kurora britanike, duke i thënë që ne kemi Britanin, ti do marrësh Izraelin. Dhe ishte kjo familje që financovi dhe krijovi Izraelin. Izraeli në fillim u krijua me atë që quhet lëvizje sioniste. Njerëzit shpesh ngatrojnë me Izraelin dhe me izraelitët, ngatrojnë kuptimin e fjalës Jewish dhe kuptimin e fjalës sionist dhe kuptimin e fjalës hebrew. Janë tre gjëra të ndryshme.